Përshëndetje, mirë se vini në Plaku Plus. Çfarë kanë të përbashkët 12 dhe 18? Këtë do të mësojmë sot. Çdo numër zbërthehet në faktor të thjeshtë. Ngjyrat tregojnë cilët janë një lloj. Dy numrat kanë të përbashkët një dysh dhe një tresh. Numri 6 quhet pjesëtuesi më i madh i përbashkët. Këto gjëra do të mësojmë sot si t'i llogarisim dhe si duhet t'i kuptojmë. Le të fillojmë me bazat, si për shembull, çfarë janë pjesëtuesit? Një numër A quhet pjesëtues i B-s, nëse B-ja pjesëtuar me A-n jep një numër të plotë, pa mbetje. Imagjinoni 12 objekte. Le të shohim si mund t'i ndajmë në grupe të barabarta. 12-ta ndahet për gjysmë, 2 grupe me 6 pika. Do të thotë që dyshi është një pjesëtues i 12-s. 3 grupe me 4, kështu që edhe treshi është pjesëtues. 4 grupe me 3, edhe 4 është pjesëtues. Po 5 grupe, me 5 grupe nuk ndahet barabart. 2.4 nuk është një numër i plotë, prandaj 5 nuk është pjesëtues. Pra, pjesëtuesit e 12-s janë 1-shi, 2-shi, 3-shi, 4, 6 dhe 12-ta. Të gjitha këto janë numra që pjesëtojnë 12-ën pa mbetje. Tani shumëfishat. Shumëfishi i një numri është kur shumëzojmë me 1, me 2, me 3 kështu me radhë. 3 herë 1 bëjnë 3, 3 herë 2 6, 3 herë 3 9. Çdo rezultat quhet shumëfish i treshit. Shumëfishat e treshit, treshi, 6, 9, 12, 15 e pafund. Shumëfishat e katërshit janë 4, 8, 12, 16, 20 e kështu me radhë. Tani shikojmë ku përputhen. Nëse shohim ku përputhen, 12 dhe 24 janë shumëfisha të përbashkët. I vogli për tyre, 12 quhet shumëfishi më i vogël i përbashkët, ose SHVP-ja. Para se të vazhdojmë me PMP-n dhe SHVP-n, pra pjesëtuesin më të madh përbashkët dhe shumëfishin më të vogël të përbashkët, duhet të kuptojmë numrat e thjeshtë. Marrim numrin 7. Nëse provojmë ta pjesëtojmë 7-ën me numra të ndryshëm, do shohim se vetëm me 1-shin dhe me 7-ën marrim numra të plotë. Pra, 7-a ka vetëm 2 pjesëtues. Kjo e bën 7-ën numër të thjeshtë. 6-a ka 4 pjesëtues: 1-shin, 2-shin, 3-shin edhe 6-ën. Pra, ky nuk është një numër i thjeshtë. Duke qenë se ka më shumë se 2 pjesëtues, nuk është një numër i thjeshtë. Tani le të gjejmë të gjithë numrat e thjeshtë deri në 30 me një metodë të vjetër. Sita e Eratosthenes. Radhisim numrat 1 deri në 30. Le të fshijmë ata që nuk janë të thjeshtë. 1-shi nuk është as i thjeshtë as i përbërë. Është një rast i veçantë, sepse s'mund të ketë 2 pjesëtues, por ka vetëm 1-shin dhe veten si pjesëtues. 2-shi është numri i parë i thjeshtë dhe është i vetmi numër çift i thjeshtë. Tani fshijmë të gjithë shumëfishat e tij. 4, 6, 8, 10. Çdo numër çift përveç 2-shit nuk është i thjeshtë sepse pjesëtohet të paktën me veten, me 1-shin, por edhe me 2-shin. Numri 3 është gjithashtu i thjeshtë. Kështu që fshijmë të gjithë shumëfishat e mbetur të treshit. 9, 15, 21, 27 janë të gjithë shumëfishat e treshit dhe nuk janë numra të thjeshtë. 5 është një numër i thjeshtë sepse pjesëtohet me 1 dhe me veten. I vetmi shumëfish i mbetur është 25. E fshijmë edhe këtë. E çfarë mbetet? Numrat e thjeshtë, ata që pjesëtohen vetëm me 1 dhe me vetveten. Pra, vetëm 2 pjesëtues. Këta janë bloqet bazë për numrat. Siç kemi në kimi atomet, kemi në matematik numrat e thjeshtë. Kjo do të jetë edhe çelësi për PMP-n dhe SHVP-n. Tani mësojmë si të zbërthejmë një numër në faktor të thjeshtë. Kjo quhet ndryshe faktorizim. Do të thotë, shkruaj numrin si shumëzim faktorësh të thjeshtë vetëm duke përdorur 2-shin, 3-shin, 5-shin, 7-ën e me radhë. Nëse e provojmë me 60-ën, fillojmë duke pyetur, me cilin numër të thjeshtë pjesëtohet? 60-a është 2 herë 30. Pra, 2-shi është numër i thjeshtë dhe e ruajmë. 30-a jo, prandaj vazhdojmë ta ndajmë. 30-a nga ana tjetër është 2 herë 15. Pra kemi edhe një dysh. Po 15-a nuk pjesëtohet me 2, prandaj provojmë 3-shin. 15-a është 3 herë 5. Edhe 3-shi edhe 5-a janë numër të thjeshtë. Prandaj kemi kryer. Pra, 60-a është
2 në katror, sepse kishim 2 dysha, herë 3, herë 5. Tani le ta bëjmë provë edhe me 45-in. 45-a është 9 herë 5. 5-a është e thjeshtë, po 9-ën mund të vazhdojmë të zbërthejmë. 9-a është 3 herë 3. Prandaj kemi përfunduar. 45-a është 3 në katror herë 5. PMP-ja është pjesëtuesi më i madh i përbashkët. Dhe këtu donim të dilim që në fillim. Numri më i madh që i pjesëton të dy numrat pa mbetje. Dhe PMP-ja nuk është asgjë tjetër përveç se numri më i madh që i pjesëton të dy numrat pa mbetje. 60-a është 2 në katror herë 3 herë 5 dhe 45-a është 3 në katror herë 5. Vini re, 45-a nuk ka asnjë faktor 2. Rregulla këtu është të marrim vetëm faktorët e përbashkët me fuqinë më të vogël. Le ta bëjmë hap pas hapi. 2-shi nuk ndodhet tek 45-a, pra nuk është i përbashkët dhe e heqim. 3-shi ndodhet tek të dyja. Tek 60-a e kishim 1 herë, prandaj fuqia 1, ndërsa tek 45-a e kishim 2 herë, pra fuqia 2. Minimumi midis këtyre dyjave është 1-shi, prandaj marrim 3-shin në fuqinë e parë. 5-a është gjithashtu i përbashkët. Bëjmë të njëjtën gjë, tek 60-a kishim 1 herë, tek 45-a kishim 1 herë, prandaj këtu marrim direkt 5-ën në fuqi të parë, ose thjesht 5-ën. Numrat që kemi mbledhur i shumësojmë dhe marrim PMP-ja e 60-s dhe 45-s është 3 herë 5, që është 15. Për ta verifikuar, 60-a pjesëtuar me 15-ën është 4. 45-a pjesëtuar me 15-ën është 3. Pra, i pjesëton të dyja numrat pa mbetje. SHVP-ja është tema e dytë e rëndësishme. Shumëfishi më i vogël i përbashkët. SHVP-ja është numri më i vogël ku të dy numrat e pjesëtojnë pa mbetje, ose shumëfishi më i vogël që vjen për të dy numrat. Rregulla është ndryshe nga PMP-ja, sepse për SHVP-n marrim të gjithë faktorët me fuqinë më të madhe. 2-shi ndodhet vetëm tek 60-a, me fuqi 2. Por tek SHVP-ja i marrim të gjitha, jo vetëm të përbashkët. Pra, marrim 2-shin në katror. Për 3-shin, siç tham, marrim fuqinë maksimale, pra midis 3-shit në fuqi të parë dhe 3-shit në katror, marrim 3-shin në katror. Pastaj kishim dhe 5-in, 5-ën në fuqi të parë. Kështu, SHVP-ja e 60-s dhe 45-s i shumësojmë numrat që kemi mbledhur dhe marrim 2-shin në katror, herë 3-shin në katror, herë 5-ën, që bëjnë 180. 180-a pjesëtuar me 60-ën jep 3 dhe 180-a pjesëtuar me 45-ën jep 4. Pra, funksionon perfekt. Formula art për PMP-n dhe SHVP-n është që po e shumëzuam PMP-n dhe SHVP-n është si të shumëzojmë dy numrat për të cilën duam të llogarisim PMP-n dhe SHVP-n. Pra, PMP-ja e dy numrave A dhe B shumëzuar me SHVP-n e këtyre dy numrave është si të shumëzojmë direkt dy numrat A dhe B. Kjo vlen gjithmonë për çdo çift numrash. 15 që ishte PMP-ja herë 180 që ishte SHVP-ja japin 2700. Dhe nëse shumëzojmë direkt numrat 60 dhe 45-ën, gjithashtu jep 2700. Pra, kjo do të thotë, nëse dini PMP-n, mund ta gjejmë SHVP-n thjesht duke shumëzuar dy numrat dhe duke i pjesëtuar direkt me PMP-n. Ose njëjta gjë nëse dim SHVP-n, shumëzojmë dy numrat A dhe B dhe i pjesëtojmë me SHVP-n. Kjo llogaritje është shumë e dobishme në provime. Ka edhe një mënyrë tjetër për të gjetur PMP-n, algoritmi i Euklidit. Ky algoritëm është 2300 vjeç dhe përdoret ende edhe sot. Ta provojmë për shembull të gjejmë PMP-n e 48-s dhe 18-s. Ideja është pjesëtojmë dhe punojmë me mbetjen. 48-a është 18 herë 2. Mbetja është 12. Tani e heqim 48-ën dhe punojmë me 18-ën dhe me 12-ën. 18-a është 12 herë 1. Mbetja është 6. Vazhdojmë me 12-ën dhe 6-ën. 12-a është 6 herë 2. Mbetja 0. Kur mbetja bëhet 0, kemi përfunduar. Mbetja e fundit jo 0 ishte 6-a, pra PMP-ja e 48-s dhe 18-s mund të themi direkt se është 6. Këto gjëra mund të fiksohen më kollaj duke bërë disa ushtrime. Për shembull, gjejmë PMP-n dhe SHVP-n e numrave 24 dhe 36. Hapi i parë është të faktorizojmë. 24-shi është 2-shi në fuqi të tretë herë 3. Pra, 2 herë 2 herë 2 herë 3.
dhe 36 është 200 në katror herë 300 në katror. Pra 2 herë 2 herë 3 herë 3. PMP-ja janë faktorët e përbashkët me fuqinë minimale, pra me fuqinë më të vogël. Në këtë rast është 200 në katror herë 300, që jep 12. SHVP-ja janë të gjithë faktorët, jo vetëm të përbashkët, dhe ku kemi të përbashkët marrim fuqinë maksimale. Pra 200 në fuqi të tretë herë 300 në katror, që jep 72. E verifikojmë në formulën, 12 herë 72 japin 864 dhe numrat vetë 24 herë 36 japin 864. Një ushtrim tjetër, PMP-ja e dy numrave A dhe B është 6. Dy numrat e shumëzuar A herë B japin 360. Sa është SHVP-ja? Këto mund të përdorim për shembull formulën. Duke ditur se A herë B është 360 dhe PMP-ja është 6, mund ta pjesëtojmë 360-ën direkt me 6-ën, sepse A herë B pjesëtuar me PMP-n japin SHVP-n dhe kështu gjejmë SHVP-n. 360-a pjesëtuar me 6-ën jep 60, prandaj SHVP-ja është 60. Një përmbledhje e shpejtë. Pjesëtuesi është numri që pjesëton një numër tjetër pa mbetje. Shumëfishi është numri herë 1, herë 2, herë 3 e me radhë. Numrat e thjeshtë janë numrat që pjesëtohen vetëm me 1 dhe me vetveten. Faktorizimi është zbërthimi i një numri në numra të thjeshtë ose në faktor të thjeshtë. PMP-ja, pjesëtuesi më i madh i përbashkët, marrim faktorët e përbashkët të dy numrave me fuqinë minimale. SHVP-ja, shumëfishi më i vogël i përbashkët, marrim të gjithë faktorët, jo vetëm të përbashkët, dhe gjithmonë fuqinë maksimale. Formula PMP-ja herë SHVP-n është e barabartë me A-n herë B-n. Këto janë konceptet kryesore për SHVP-n dhe PMP-n. Faleminderit për vëmendjen, abonohuni dhe shihemi herën tjetër.